Limaj, Haradinaj, a duket që është një marrëveshje që ka përënduar përfundimisht? Unë nuk e di marrëveshjen para prake që kanë pas kur kanë hinë zgjedhje ato dy subjekte politike. Marrëveshja ka qenë deri në zgjedhje. Megjithatë, edhe tash kanë të drejtë dy palët. Edhe Haradinaj mu edhe nuk, po edhe Limaj mu ndo nga i koalicion i përbosht. Megjithatë, unë këtu më shumë japi të drejtë Haradinajt, sepse edhe ndarja do të jetë me marrëveshje, ashtu që shenë bashku me pas një marrëveshje edhe për mu ndo. Haradinaj e tha që ne me Limajn kemi shku cep Kosovës me kërku vota. Vota kundër partisë e cila ka qenë në pushtet. Dërsa tash njëni subjekt është do dhe dëshërën mja dhonë votat prap partisë që ka qenë në qeveri këtë rast vetëvendosjes, unë e shoh dhe jepi më shumë të drejt Haradinajt këtë rast që i ka met hatrin në Limajn. Sepse këta kanë kërku votë bashkë, votë për ndryshim, votë për një qeveri të opozitës, sa të hershme. Por edhe Limaj, me gjitha ato si subjekt politik, ka të drejt, me ata 3 deputet të vetë që i ka, me ju bashku gjdo partije politike. Por, Limaj... Që ka të drejt zoti Haradinaj e zoti Limaj, se nuk mundët që në Gjaku kanë të drejt dy partë. Nëse ti shkon me të në Gjaku, ka mirë edhe kjo edhe kjo. Me gjitha ato Limaj në prapë